Tani unë kam thirrur kandidatin tjetër. Zotin Selami Jenisheri. Përshëndetje, si që jam në emisionin tënë, si gjithmonë. Si gjithmonë, sigurisht. Televizioni... Bashkon mua me... është stacion... Të dyve në nëzira, bravo. Tani... U lodhe që erdhe, besoj. Je lodhër sot gjithë ditën ke punuar. Tani unë duhet të di... Si ytë ju në koalicion... Duhet të di si ytë ju në koalicion me Sali Berishën. Kush ju kërkoj dhe si që negociata bet? E qartë. Ne... Në thiri... Ja, po kemi... Ja, profesori qerkullon me bicikleti shketi, me këto mundësi që ka e të gjitha. Ka qenë ditë shiu sot, prandaj. Ditë shiu, ka vënë edhe në kokë një kokore. Njështuaj që mban dhe shiun. Improvizim, është improvizim i momentit që të përë. Ka përdorë për... Ne në thiri Luciano Boqi. Luciano Boqi u thiri. 60 parti. Sa? Parti. 60? Në thiri. Për me bo koalicion me... Sa parti? Luciano Boqi i parti... Po, sa parti? 7 parti, 60 parti ishëm, po. Po janë 26 në koalicion? Ja, unë po thëmë ata që thire në parë. Në fillim, që ishit në fillim, po. Ju thiri. Gjeneza. Tani... Ore, i bje telefon dikush, po këmë më më vëzotriset të tani jenë... Ishte interesum që ne të ishim pjesë ati koalicionit, edhe ne pranum që do të bisedojmë edhe me kryesit e partive tonë edhe disa edhe në vendimin qysha aty, që nuk i pytë që ne, unë i thash do pes kryesin, ma në fund... Mblo dhe kryesin ti? Edhe ram dakord. Kryesin e ke këtu apo në Shkodër? Jo, e kam këtu. Po jo mund të mbash dhe 2 kryesin, po se këtu? Tani ju mund të ketë 4-5 kryesin? Po. A, këmëtan, edhe vendosë që të hishim koalicion me PD-n. Edhe thanë, ne do t'ju thrasim tani, do bëjmë mbledhje, edhe në të mbledhje që do bëjmë, na do të flasim për holdësirat e... Detajet. Detaje, për të dhënë detaje për... Po, për pretendimi që këna na dhe më radhë. Qëfar kërkojnë ata, qëfar kërkojnë juve? Nga të thiri fare. Nuk vazhdojnë në te? Jo, po këtë të rajnë, të që vinë këtë ditë të në rajnë. Asë një, unë ka marrë të më rajtë mu. Asë një mledhe... Vetëm Luciano Boqi ju ka tiro? Asë një mledhe, mas Luciano Boqi, a këshim vendosë me mledhe tonë tavolinë. Ne ishim 7-6 parti. Do me thësë është bërë koalicioni? Nuk eksiston koalicioni? Morë për që fletë për këtërën, ma bete këtë, një që mudi. Po sa kohë vonove ti tani për dëmë përgjigje? Për do? Sa kohë vonove për dëmë përgjigje për koalicionin? Në të pritë se për në thrasin se hesat e nesër... Ti brode kryesinu bërë gati, aty së tiri njeri. I thashem dakord. Jam dakord e ti? Do me thënë është gënjeshë koalicioni? Po mledhet koalicioni... Po këto e kanë kalu në... Po jo më bëju rajnë... Po të jo, a jam antarja pjesë ati... Do me thënë nuk do marrësh pjesë në zgjedhje? Jo ma së kërkush nuk ka marrë pjesë. Jo në zgjedhje, a do marrësh pjesë në zgjedhje? Po të spekuj tani une. Okej. Prita. Po se janë pjesë e koalicionit... Ore, po të gjëmë gjithë shutiqme në në... Asë një mledhje e 26 partive nuk ka ba... O gënjen Berisha tani? O gënjen jo, gënjen Berisha tani? A të me lënë me folë? Jo, o gënjen Berisha. Plasim me radhë. Edhe për gjitha gjerat, edhe për mos. Marë është ti flasun. Jo, dakord. Asë një herë nuk kam ledhë a i koalicion. Deri minutën e fundin në prit, edhe kur vjen puna, mu më kanë lënë deri në orën 8, atë natë kur janë dërzu ata listat, deri në 8 nuk më kanë thirë. Kur në 8 se hati, më kanë thirë, më thetë Flamunoga, dhe se në mi duesh me firmosit që antare e dethet, më nej për problemet tjera, flasim nesër, më dhe në rëgu. Flasim 2029. Flasim 2029. I vure firme, me një firme shkonë brenda, më? Pranova, a do me të rejta? Jo, dakor. Pranova, o julli. Këta kam firmos tani për 2029. Po, më zvesha firmin, isha jash koalicionit, a këtan. E nesër do të shpesh. Ore, mos keni firmos... As në thiri ma... Mos keni firmos për 2029. Pa dhe ta relaksojnë pak, ta relaksojnë. Nuk ja, unë i bashat mesajë, i kam të në telefon, Flamunox, du t'i takoj për ata, ma zalama. Nuk kapte. Absolutisht, ma. Nuk kapte mesaj. Një minut. Pra, Sali Berisha, dhe thamun ty këtu, Sali Berisha shka nërtu një dokument të paliqëm, dokumenti që ka qunë KQZ është i falsifikum.
Ti e qoken gjyq. Tani u bën dy padimo. A kam vu vetë firmen? Këta kanë dhe padine zgjedhjeve të kalume, kanë dy A kam vu padi. vetë firmen për atë lista? Pse ti do pa ditë ke doktorin? Po e vu firmen një shmonë. Do pa ditë është doktorin. Urdo? Sa i e ka një pa ditë shkëti, do t'i futush pa ditë tjetër. Kam punën me partinë socialiste, une partija socialiste dhe bëmë me dash me shku. Jo socialiste, molla ti tani. Me doktorin që do bësh? Doktori tua, ka falsifiku doktori. Më fale, a ka që këtë listë në KQZ? Po. A ka më aprovu në këtë lista? Aja ti ka thonë që kjo listë, ajo në lista e kandidatëve të koalicionit. Quhet mashtrim Po mirë ti odhe firmën në letët bardho. Jo! Zoti Ylli, quhet mashtrim në mirë besim. Unë kam vu Mashtrim në mirë që jam besim. pjesë e koalicionit, po jo se kam aprovu atë listën. Pra, verbalisht ka thonë që jemi pjesë e koalicionit. Unë kam thonë jam dakord me hinë koalicion. Është rregull ai. Ama firme, ama këtë listë nuk ma ka paraqit më kush. Tashti juve të riqeni nga koalicioni, apo do hynin zgjedhje? Une që dishti, une nuk jam në atë koalicion, as nuk ka shansë që derisa ti nuk më respekton, nuk më në gjën, nuk më avdan e para. Jo, pusho pak. Dhe e dyta... Të lutem, pusho pak. Po flas fare. Se popullata po më shkruan që i pari... E dyta... Po flas. Vazhdo. E dyta, zgjedhjet e 11 majit 2025 janë paliqme. Dhe nuk do të zhvillohen dhe janë antikushtituese. Sepse ato zgjedhjet 11 majit 2025 janë produkt i një junte ushtarake e cila sunon Republikën e Shqipërisë. Pse jash junë? Një grup njerëzë që drejton që sunon një popull me ushtri dhe policit paliqme si që është policia dhe ushtria e Republikës Shqipërisë. Dhe mike tani, mike nga biseda. Prandaj, une jam në gjykat. Tani, Sot ti, kam kenë... zotri, jenë gjykat, përse ke shku në gjykat? është tjetër qështë ajo, prit mo, prit. Po, prit mo se po më dole në të kaluar. Jemi tani mo, dhe iki mbrapsht retrospektiv. Do me thënë, jemi këtu, si ko, këthemi mbrapsht. Ecim në retrospektiv, ecim, por retrospektiv. Jetojmë në dy kora. Tani, ecim mbrapsht, zotri, po them, tani. Doktori tani, përfundimisht ti nuk jena asë një listë asë gjikundi. Asë më ka pytë kush, asë më ka vu kush, asë... A e këtë ndore qina, vla? Unë... Thuaj popullatës tani që qa do besh? Dhe do reqen. Unë nuk jam pjesë e ati koalicioni, kur e koalicion nuk më thirë, nuk më ka thirë, asë nuk më thret. A mund të bëjo një pyetje të thjeshtë? Ore se po thua gjera, më falë më një minutë tani. Po e kje shumë e... Po më falë më, a ke pyetën në një juristë, më zotri? Se ti e ke emrin aty, o zotri? Kush e ka emrin? Ti mo? Kush e ka mu emrin të më të? Te Celibashë? Kush e ka firmos? Atë mori film Flamuri? Jo më dha, Flamuri më kam vu film që jam dakord me kënë pjesë e koalicionit. Pa e që është dasha ti? Po nuk kam kënë dakord të ne, nuk më ka pyte mu për listen. Lista ma. Lista, është lista e koalicionit. Tani do vazhdojsh ti, tani ti je, mirë, dakord. Ti je në KQZ, dakord më? Je në KQZ i shkruajtur. Je apo s'je? Une nuk jam. Nuk je. Unë kam dal nga i koalicion kur ai nuk me profil mo. Do me thënë, ka thënë do reqen. Mra e puna. Tani do i bësh kërkesë zyrtare Celibashi që të riqesh nga koalicioni, se po është emri aty, votat i merë Berisha. A di kur i bëj une... Votat i merë Berisha ndërko. Elian Celibashi nuk ti bën ky se ka dash të futet në burg Celibashi. Elian Celibashit, kur Elian Celibashi, ka atje listen që e deputeve që e kam vu firmin edhe unë. A ka i këta, ba me pas e këte, unë shka i thëmë, ma heq. A i nuk ka në i listë që ka firmin të emë. Po, jemi të pa qartë, edhe unë besoj edhe Zoti Ylli. Ne nuk po kuptojmë që ju keni firmosur... Ore, unë po sjevaj pa qartë nuk eksistoj dot në këtë vend ku jemi. Se ti... Mund të rridhe unë... Po qartë qartë si e kërkon ti? Po, më lejo më të qartësohen. Qa thot më? Po qartë si kërkon kërë? Shkam problema i... Po, më falë, një sekundë. Me që nuk je dakord, a ke një mesazh të drejt për Berishën që... Thuaja këtu të një ati, që të këthemi mbrash pasaj për problematikat. Plasë e ta kuptojmë dhe ne, se po unë të shmënda nga kjo... Ku të një mesazh? Inderuar, do t'i Sali Berisha. Jebi të. Qëndrimi jëtë në i parti 26 partive që janë aleate me ty, që pretendon se ky koalicion është më i madhi i mundshëm. Madhështor. Dhe që ti mendon se ky koalicion është Shqipëria madhështore duhet. Aleanca e Shqipërisë madhështore është një gënjeshtër që i drejton ti popullit shqiptar, sepse unë edhe gjithë ata aleatët tonë
nuk kena qenë në i herë, nuk na ke thirrë në i herë, nuk na ke marrë mendim për listat, as për as një gjë. Pra, ky koalicion, ti e Por një minutë mos të kanë thirrë këta ty të majtët se ti, ata janë këmbeurës, ata të marrin. Mos të kanë marrë ata. Berisha nesër konferencë për shtyp do thot ka ble Edi Rama, mbaroj film. Jo, po të shpjegoj unë këtu. Të ka ble Edi Rama. Primo ti të gjojmë përgjigje. Shifi këtu, a shif këtë letër këtu? Po. Dokument. Kja, më falë pak, kjo letër të regonë se 11 maj, zgjedhjet e 11 maj nuk do bëhen, janë paliqme. Po këte ka tani e kemi këtë pyetje. Se kërkon. Bëhet bashkë këte. Sot a bon. Si të mos zonojmë bëhet bashkë. A bon sot sa në gjysore. Ti kërkon tani. Që këto zgjedhje do bëhen paliqme. Sot a bon sa në në kolegj zgjedhor. Ka kërkuar në kolegj. Ka kërkuar në kolegj. A kuptoni? Prandaj Sali Berisha edhe gjithë tjerët harrojeni se do bëhen zgjedhje të ligjshme me 11 maj. Një sekond tani. Juve, personalisht juve, kam përshtypjen këtu, në këtë studio, keni thënë që zgjedhjet e 2021 do anullohen. Apo jo? Keni thënë apo jo? Përsëritën zgjedhjet. Keni thënë që do anullohen, pastaj që do përsëriten, apo jo? Tani po thoni që zgjedhjet e 11 majit 2025 nuk do bëhen. Tani, një palë nuk u anulluan. Çfarë garancish kemi neve që do anulloni ju këto 11 majit? Ampyte? Po. Atëherë, ky dokument, Po. që thot, me datën 13 korrik 2021, vendim i Komisionit Regulator, që të regon se kush janë mandatet e deputetëve. Ky dokument është i paligjshëm. Dhe unë kam shku në SPAK, dhe këtu kam dokumentin, këtu kam urdhna ku këtë kallëzimin penal në SPAK, që këto deputet janë paligjshëm. E kanë pranuar ata? Selami një sekundë. Kom dërzuar, mo. SPAK vetë dendur. Kanë marrë të gjithë dokumentat e tua të këta SPAK. Ta janë Po prandaj ka SPAK-u Ta janë mbushur depo dynjaja aty s'ka zyra me. S'ka vend. O zënim falpak. Ky dokument thët se i ti ke ndo mandatet me 13 korrik, hala nuk ishte maru ky ankimim. Po maru ky ankimim, ti nuk mundesh me i dhon ti mandatet. Pra mandatet i kanë marrë në mënyrë të paligjshme, pra ky parlament është jund. Ky që iku, apo jo? Ky që është sot ma. Ky që është sot. Po që po mbyllet. Pra këta marrin 400 S'ka ikur milion. O zëni, këta marrin 400 milion lek vjetra në muj kot në mënyrë të paligjshme. Më fal pak, unë kam shku në gjykat, kam shku të aja krimi ekonomik, kam bë kërkesë, kam bë kallëzim penal, kam bë kallëzim penal në SPAK. Qa thonë këte nga SPAK-u për këtë punë? Ajo në të hetua tani ata. Hetojnë ata. Kanë fillu hetimin ata.